Mos pushoni, për këtë vend, për Gramshin ton, na tregoni. Tregoni për rënjët tona, sa larg shkojnë, në sa breza, në sa sheku ju dhëtojnë. Kur ju bini në të qare me avaze, drithërojnë kroje e pyje dhe këto male. Jeta, udhë të gjatë të bënde gjërë tek ne, o sa dhimbje, sa shumë brenga kjo tokë fshe. Djegur, vrare masakruar qindra vjet, vinë zërat me rënkim dhe amanet. Jo, mos ikni, mos e lini këtë vend, është thesar plot bukuri kjo tokë e shtrenjtë. Ta duam, ta begatojmë Gramshin ton, vetëm tinguj lumturie të jehojmë. Do t'ju uronte mirëseardhjen në këtë veprimtari të veçantë, ku fjala e shkruar bëhet një urë lidhse mes të shkuarës dhe të tashmes. Në tingujt e fyjeve fshihet shpirti dhe historia e viseve tona. Këta tinguj janë një hona e maleve dhe përshpëritja e pyjeve që rrëfejnë historinë e lashtësisë së Gramshit ton. Sot kemi kënaqësinë dhe privilegjin të promovojmë 2 libra të rëndësishëm historik të autorit Bashkim Koçi. Gramshi në regjistrimin austro-hungares të vitit 1918 dhe dokumente dhe ngjarje për historinë e Gramshit. Ato nuk janë thjesht libra, janë dëshmi kujtese dhe një thirrje për të mos I harruar rënjën tona. Një duartrokitje falënderimi për autorin, por dhe për të gjithë ju, bashkëqytetarë, miq dhe dashamirës të tij, që jeni të pranishëm sot këtu për të ndarë këtë moment kulturor dhe për t'i dhënë vlerë historisë dhe librave. Kjo veprimtari organizohet nga Shoqata Adhetare Kulturore Gramshi, me qendër në Tiranë dhe me mbështetjen e Bashkisë Gramsh, veçanërisht të kryetarit të saj, zotit Besian Ayazi.
Një duartrokitje për këtë bashkëpunim në dobi të promovimit të historisë së Gramsci tonë. Të pranishëm mes nesh sot ndodhen kryetari i bashkisë, zoti Besian Ayazi, i cili është kurdoherë mbështetës dhe promovues i vlerave historike dhe kulturore të Gramscit. Sigurisht, nuk mund të mos ishin gjithashtu prezent organizatorët kryesor të këtij promovimi, bijtë e Gramscit dhe njëkohësisht krenaria jonë, profesor doktor Avni Xhelili dhe kryetari i shoqatës adhetare kulturore Gramsci, i cili është njëri prej studiusëve më të mirë të historisë, profesor i asociuar doktor Marin Kasmi. Siç e do tradita së pari, fjalën e merr organizatori i sebepit. Ndaj ftojmë në skenë kryetarin e shoqatës adhetare kulturore Gramsci, profesorin e asociuar doktor Marin Kasmi. Një huq që po që mba letra s'di të mbaroj, kështu që unë kam shkruar një të gjëra. I nderuar kryetari i bashkisë, i dashur Besian, të nderuar miq, të dashur bashkëqytetar, miq të ftuar, është një ndjenjë e veçantë kur aktivitetet që lidhen me historinë dhe kujtesën e kësaj treve zhvillohen pikërisht këtu në Gramsci, mes njerëzve dhe bashkëqytetarëve. Prandaj më lejoni që në cilësinë e kryetarit të shoqatës adhetare kulturore Gramsci, t'ju uroj mirëseardhje dhe t'ju falenderoj për praninë tuaj në këtë promovim librash. Ka një domethënie të veçantë që kjo veprimtari zhvillohet në vendin me të cilin lidhet historia dhe tematika e librave që promovojmë sot. Kur librat që i kushtohen kësaj treve prezantohen në vendlindje, mes komunitetit saj, kjo jep këtij aktiviteti një vlerë edhe më të shtuar. Shoqata jonë është krijuar me synimin për të promovuar dhe ruajtur vlerat historike, adhetare dhe kulturore të trevës tonë. Ne nuk jemi sigurisht një institucion shtetëror, sikur se u thanë nga prezantuesja, me qytetarë me origjinë nga Gramsci, të bashkuar nga ndjenja e përkatësisë dhe respektit për vetëlindjen. Në 5-6 vitet e fundit, shoqata jonë ka organizuar rreth 30 aktivitete kulturore, historike dhe publike. Një pjesë e rëndësishme e tyre ka qenë veprimtari përkujtimore dhe historike. Ndër momentet më domethënëse ka qenë nisma e shoqatës për dekorimin e dëshmorit Hamid Dollani, që u konkretizua me akordimin nga presidenti i Republikës dekoratës Sarës Shqiponjës. Ky ishte një akt me vlerë të veçantë morale dhe historike për rivlerësimin e figurave të kësaj treve. Po ashtu kemi organizuar aktivitetin 6 vjetorin e themelimit të qytetit, për 75 vjetorin dhe 80 vjetorin e çlirimit të Adeut, për 79 vjetorin e batalionit Vërsulov, si dhe veprimtari të tjera me karakter historik dhe përkujtimor. Një vend të veçantë ka zënë dhe aktiviteti Ramadan Xhangoli, një jetë mes ekstremeve, si dhe veprimtaria omazh në nder të qytetarëve Gramsciot që humbën jetën gjatë pandemisë së Covid-19. Në këtë veprimtari të shoqatës hyn edhe promovime librash me karakter historik dhe dokumentar që i shërbejnë pikërisht ruajtjes dhe pasurisë së kujtesës së shkruar për Gramsci. Ne vlerësojmë çdo kontribut në jetën kulturore dhe çdo autor që shkruan dhe boton, sigurisht që gëzon mbështetjen tonë, por si shoqat kemi zgjedhur të përqendrohemi veçanërisht në botimet që kanë vlerë dokumentare dhe historike pra për trevën tonë. 2 librat që promovojmë sot janë pikërisht në këtë linjë. Ato mbështeten në dokumente arkivore dhe sjellin të dhëna të verifikueshme që kontribuojnë në ndryshimin e historisë Gramsci. Në të njëjtën kohë, për ne është i rëndësishëm bashkëpunimi me institucionet vendore dhe me çdo nismë që i shërben jetës kulturore të këtij qyteti. Në këtë kuadër, dëshiroj të shpreh një falënderim të veçantë për Bashkinë e Gramscit dhe kryetarin e saj, faleminderit kryetar, e cila ju bashkua këtij organizimi dhe na mundsoi zhvillimin e këtij aktiviteti në qytetin tonë. Të dashur miq, shkurt, duke përfituar nga ky rast, dua të them disa fjalë edhe për organizimin dhe drejtimin e shoqatës sot. Pra, Selia është në Tiranë, sikurse dihet, ndërkohë kemi krijuar edhe degën e Durrësit dhe po përpiqemi të zgjerojmë pjesëmarrjen tonë edhe në qytete të tjera ku jetojnë dhe punojnë Gramsciot. Një sfidë për të ardhmen mbetet e krijimi i degëve jashtë vendit, aty ku komuniteti ynë është i pranishëm. Sigurisht që ne nuk jemi shoqat politike, megjithëse si çdo komunitet qytetarësh, kemi padyshim mendimet dhe bindjet tona, por mbi të gjitha jemi shoqat qytetare dhe adhetare.
Një dimension tjetër ku mendojmë se duhet të rritemi është dhe qëndrimi ndaj çështjeve që prekin komunitetin dhe vetëlindjen. Në çdo rast, shoqata do të jetë e gatshme pra të qëndrojë pranë komunitetit dhe përpiqet të shërbejë si një urlice mes tij, institucioneve, shoqatave të tjera e tjerë, pra që sa e lejon rolin dhe mundësinë që ne kemi. Në fundit, kjo është arsyeja se pse ekziston kjo shoqat, pra për të mbajtur gjallë lidhjen me vetëlindjen, për të ruajtur kujtesën historike të kësaj treve dhe për të kontribuar sipas mundësive për Gramsci. Sepse historia e një vendi nuk jeton vetëm në libra, ajo jeton mbi të gjitha në kujtesën dhe përkushtimin e njerëzve të tij. Pa u zgjatur, ju falenderoj për praninë dhe mbështetjen tuaj dhe bashkimit ju uroj pemë të lehtë, ne këtu jemi, mblidhemi prapë, ti vazhdo siç e ke nisur me librin e radhës. Zakonisht bashkimi pushon vetëm një javë dhe fillon me një herë, pastaj me librin tjetër. Këtë radhë do t'japim 2 javë, po që faleminderit. Miku im i gjithëve Bashkim Koçi, i nderuar kryetari i shoqatës Adhetari Kulturore Gramsci Mariklen Kasmi, të nderuar të pranishëm, mësues, profesor intelektual. Sot është një ditë e veçantë për qytetin tonë. Jemi mbledhur së bashku për të përulluar 2 libra të rinj që i kushtojnë Gramscit, kushtojnë historisë të tij, kujtesës, shpirtit të këtij qyteti që të gjithë ne e duam. Libri është gjithmonë një mundësi, një urë që na lidh të shkuar me tashmen, me të ardhmen, dhe kur ai kushtohet renditjes son, vlera e tij bëhet edhe më e madhe. Do të shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin tim për autorin, bashkimin, i cili me përkushtim dhe dashuri për Gramscin ka sjellë para lexuesit këto 2 vepra të reja, dokumente dhe ngjarje për historinë e Gramscit dhe Gramsci në regjistrimin austro-hungares të vitit 18. Përmes tyre jo vetëm dokumentohet historia dhe jeta e qytetit, por edhe ruhet kujtesa kolektive e komunitetit tonë. Këto libra janë kontribut i rëndësishëm për kulturën dhe identitetin e Gramscit. Gramsci ka pasur gjithmonë njerëz që e kanë dashur dhe kanë shërbyer në punë, kanë shërbyer me mendim dhe me krijimtari. Sot kemi nevojë më shumë se kur të ruajmë historinë tonë, traditat tona dhe të promovojmë vlerat që na bëjnë krenar si komunitet. Në emër të Bashkisë Gramsci dhe në cilësinë e kryetarit, përgëzoj autorin për këtë punë të vyer dhe uroj që këto libra të gjejnë sa më shumë lexues. Jam i bindur se ato do të shërbejnë si një burim i çmuar informacioni dhe frymëzimi për brezat e sotëm dhe ata që do të vinë, duke u falendëruar të gjithëve për praninë tuaj, uroj suksese promovimit dhe një rrugtim të mbarë të këtyre librave në duart e lexuesve. Dhe në fund dua ta mbyll fjalën time të shkurtër përshëndetse edhe me kënaqësinë, por edhe privilegjin që kam që si kryetar bashkie jo vetëm të marr pjesë në evente të tilla ku promovohet Gramsci, qyteti ynë, historia, tradita, rrënjët e thella të qytetit tonë, por edhe të jap mesazhin tim për të gjithë gramsciotët që nuk janë këtu në Gramsci, por që jetojnë dhe kontribuojnë qytete të tjera, që nëpërmjet shoqatës Adhetari Kulturore Gramsci të vazhdojmë të punojmë bashkarisht fort për të promovuar vlerat tona qytetare, për të mbështetur organizime të tjera, për të ecur dhe për të punuar paralelisht për qytetin tonë. Shoqata është jo politike, ne jemi politik, nuk diskutohet. Asnjëherë nuk e kam fshirë dhe nuk do ta fsheh. Jam këtu se jam kandidat i Partisë Socialiste dhe patjetër kam privilegjin që të punoj për të mirën e qytetit dhe për të mirën e qytetarëve tanë. Por nuk na ndal asgjë që shoqata dhe bashkia në të njëjtin drejtim të punojnë krah për krah për të rritur aktivitetet, për të nxitur aktivitetet në shumë fusha dhe dimensione artistike, kulturore, letrare, historike, pse jo. Dhe për këtë dua edhe ta përgëzoj shoqatën, Mariklenin, profesor Avniun, Sapriun, gjithë kryesinë e shoqatës që kanë ndërmarrë një sër aktivitetesh dhe pse jo pak prej tyre janë për Gramsci dhe në të ardhmen shumë prej tyre të bëhen në Gramsci. Faleminderit shumë edhe një herë dhe punimet mbara
urime bashkim. 1918, fjalë Pako e Ponshumi i Bashkim Koçi e prezanton vete si një studios i pasionuar i lëndlinjës sonë. Me këto dy libra, autori vazhdon të kontribuojë në pasurimin e historisë së Trellës Gramshit, me detaje e ngjarje historike a mikrohistorike, të hershme atë vona, duke nxjerrë nga harresa dokumente arkivore të shpërndarave të pasistemuara, një pjesë e cilave për fat keq kanë mbetur pa njohura dhe pa studiuara deri më sot. 5-6 librat e viteve të fundit të bashkimit janë një bibliotekë e vogël, por me vlera të mëdhanjose. Është një punë e madhe kryesisht me teme mbi vlera emotive të vendlindjes së tij, fshatit Gramsh, Trellës Sonë dhe Trellës Sonë të Lidhjen. Në fokus janë historia jonë lokale, etnografia, gjenealogjia, toponimia, ndërsa qëllimi në çdo rast mbetet ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe historike të Gramshit. Librat që prezantohen sot janë një punë e mirëfillt volumtuese nëpër arkiva dhe jo vetëm. Autori volumton, dokumenton dhe promovon historinë, kulturën, traditat, gjeografinë e zonës sonë, shpesh duke u përqendruar në zbulimin e fakteve dhe ngjarjeve pak ose as pak të njohura për shumicën e lexuesve. Ky rrugtim zërfil në vendbanimet e lirë dhe lashësi dhe vjen deri në shekullin e 20 në vitet e luftës së dytë botërore. Materiali grumbulluar nga autori pasqyrohet në 9 kapitull, të cilët përbëjnë përmbajtjen e librit. Lexuesi do të gjejë në to përpjekjet e autorit për të shpjeguar dhe për të dhënë kuptim së shkuarës së Gramshit si një realitet historik. Në këtë parashtrim autori sjell disa burime historike që dëshmojnë se treva e Gramshit është banuar që në lartësi, ekzistenca dhe zhvillimi pa ndërprerje të jetës qytetare e lire në zonën tonë e dëshmon numrin i madh të vendbanimeve të fortifikuara dhe gjetjet arkeologjike. Aty zëvendon disa nga simbolet më përfaqësuese të Trellës sonë. Fonseca sjell argumente të reja se Gramshi i përket fisit të partimve dhe jo dasaretëve. Këtë pasurim interes Jani, Jorgo, Jorgji, të cilët e gjejmë në rajonin më në jug të vendit si ndikime të greqistes. Ky fakt tregon se zona jonë kishte mbetur e pastë nga ndikimet e kishës dhe gjuhës greke, e cila në atë kohë shërbente si gjuhë administrative e perandorisë bizantine. Duke marrë shkas nga ky fakt për Gramshin, pa ndonjë paragjykim, dëshiroj të hap një parantezë që lidhet me përdorimin e gabuar në ditët e sotme të fjalës Gramshiot. Deri më sot nuk e kanë bërë historianë. Aq sa duhet se diçka kanë bërë, po aq sa duhet nuk kanë bërë. Libri regjistrimi i Gramshit në regjistrin Austro-Hungarisë më ndihmoi këto ditë sepse jam duke redaktuar një libër të Odomuës, që ai më arsim mesën bujqësor, po guxon të shkruaj për vendlinjen e vet. Edhe kishte shkruar. Edhe hynte në debate
nderuar kryetari i Bashkisë zoti Besian, të nderuar kryetar i shoqatës argëtare kulturore Gramsci zoti Mariglen, ndjen tepër i nderuar nga pjesëmarrësit secilit për ju sot në këtë sallë. Ju falenderoj nga zemra që gjetët kohë dhe erdhën në promovim modest për të librave të mi. Falenderoj profesor Mariglenin dhe kryesimin e shoqatës që pas organizimit të promovimit të librave në Tiranë, sot në bashkëpunim me kryetarin e Bashkisë zotin Besian, u kryet edhe në Gramsci. Unë nuk do flas sot për librat, sepse çfarë kam dashur të them e kam shkruar në to dhe e një ujë që e gjykoni. Për më tepër, parafolësit kryetari i Bashkisë, profesor Avliku, profesor Marigleni, Abedini, Tajari, të cilët i falenderoj, folën për librat sa që më bërë dhe të skuqemi që për vlerësimet e tyre. Do të isha jo fort i sinqert nëse do thosha që nuk u ndjeva mirë nga mënyra se si janë pritur të dy librat dhe më tepër nga pjesëmarrja juaj sot në këtë sallë. Kur shkrova librin e parë Fshati i Vjetër Gramsci, u ndjeva mirë pasi mora falënderime nga bashkëfshatarët e mi, por jo vetëm. I kënaqur nga suksesi i tij dhe nga dëshira të njohë sa më mirë historinë e vendindjes, vendosëm të futem pak më thellë në historisë së zonës së Gramsci, natyrisht dhe fshatit tim, duke rrëfyer vetëm nëpërmjet dokumentave. Për përgatitjen e librit Dokumenta dhe ngjarje për historinë e Gramscit, kam shfrytzuar dokumenta autentikë të Arkivit Qendror të Shtetit që botohen për herë të parë, libra, artikuj, gazeta, shkrimet të ndryshme për Shqipërinë dhe Gramscin nga autorë vendas dhe të huaj. Vitet e fundit është rritur mundësia për njohjen e dokumentave të periudhës osmane, duke shfrytzuar indikacione të reja arkivore nga Arkivi Osmani i Istanbulit, përkthyer në shqip nga osmanologu Erman Nuria, si dhe nga botime të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, kam siguruar disa dokumenta të rëndësishme për zonën tonë të panjohura më përpara. Vitin e kaluar morëm informacion se në Arkivin Austriak gjendet një regjistër ku janë pasqyruar të dhënat e një regjistrimi popullsie të bërë nga austro-hungarezët në vitin 1918 në zonën e Gramscit. E vlerësuam si mjaft të rëndësishëm këtë regjistër, pasi veç të tjerë ishte i pari kësaj natyre në këtë fillim shekulli. Pasi pa materialin, u mendua që ky regjistër t'i bashkangjitë dy regjistrimeve të mbarshme, në vitin 1431 dhe vitin 1583 që i kishim. Pasi punë disa mujore për të zbardhur të dhënat të gjendësh në këtë regjistër, rezultoi se ai përmban 420 faqe format A4. Gjë që bën të pamundur përfshirjen e 3 regjistrave në një libër. U pa e ullus që regjistrimi bërë nga austro-hungarezët në vitin 18 të botohet si libër i veçantë. Mendoj se të gjithë duhet të njohim historinë e vendindjes. Edhe ata që janë larguar nga Gramsci, nga Shqipëria, si dhe fëmijët e tyre që nuk kanë lindur në Gramsci, do të kenë mundësi të njihen sadopak me historinë e vendindjes, qoftë edhe nëpërmjet botimeve të këtyre librave. Pa u zgjatur, po kaloj ke falënderimet. Falenderoj në mënyrë të veçantë Mariglenin për sigurimin e materialeve të regjistrimit demografik të vitit 1918, për idenë dhe shtysën që unë të ndërmarrë të realizoj botimin e këtij regjistrimi dhe librin me të dhëna për në prefekturën e Gramscit. Falenderoj mikun e vjetër Avnikun, i cili me sugjerimet e vlefshme ndihmoi në përgatitjen e këtyre botimeve. Respekt dhe mirënjohje për studiuesit e historianët profesor Neritan Ceka, Irakli Koçollari, Drita Negro, Edver Roshi, osmanologu Ermal Xhemal Nuria, studiuesit Letjan Sigjollari, Niko Fero, që ndihmuan me të dhëna për përgatitjen e këtij libri. Po kaq falenderues jam për bashkinë që na vendosin të dispozicion ambientet të qendrës kulturore të fëmijëve për zhvillimin e aktivitetit edhe për diskusionin e kryetarit të Bashkisë zotit Besian. U shpreh mirënjohjen time të thellë zotërinjve Kaplan Xhangoli, Julia Ballabani dhe inxhinier Gjergj Bezati, të cilët kontribuojnë që librat të shihnin dritën e botimit. Falënderimit botuesit të shkronjës Gergjon Jakub, faleminderit zonjës Sabire Bardoshi, që ofroi për lexuesit libra të ndryshëm në Gramsci në mungesë të një librerie. Faleminderit Lejtit e sa që organizuan të ndihmuar në zhvillimin e këtij aktiviteti. Faleminderit grupit fyerëve dhe këngëtarëve që na dhanë kënaqësinë
me interpretimet e tyre. Një falënderim të veçantë shkon për familjen time për ndihmën dhe mbështetjen që më kanë dhënë. Ju uroj shëndet e gëzime në familjet tuaja. Faleminderit gjithëve.